Ish komandanti suprem I forcave aleate të NATO-s për Evropë, Wesley Clark, deklaroi para dhomave të specializuara në Hag se ushtria çlirimtare e Kosovës ishte forcë vetë organizuar. Në dëshminë e tij në rastin ku Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, Clark theksoi se UÇK-ja më 1998 përbëhej nga grupe lokale të armatosura të shqiptarëve, krijimi I të cilave u nxit nga rritja e represionit të Serbisë. Nuk ishte shumë informacione, s'kishte shumë gjëra për të folur sa I takon komandës. Me sa dim ne, bëj fjalë për grupe lokale të cilat ishin formuar pak a shumë në mënyrë spontane, në përgjigje ndaj shtypjes serbe prej shumë e shumë vitesh. Në veçanti pas vrasjes së familjes Jashari, gjithmonë më tepër filloi të krijohej një alarm I përgjithshëm që do të kishte më shumë zhvillime negative dhe për këtë arsye, njerëzit gjithmonë më tepër formonin këto grupe lokale. Generali Clark tha po ashtu se u angazhuan forca speciale amerikane për vëzhgim të UÇK-s nga territori I Shqipërisë, por se ato nuk si në gjendje të jepnin informata të besueshme. Unë sigurisht se mora më shumë informacion lidhur me UÇK-n nga serbët, se sa kam marrë informacion nga forcat tona. Serbët kishin pika të identifikuara në hartat që identifikonin si të ashtu quajturat pika terroriste, domethënë ata mundoheshin që të mbledhnin informacione lidhur me të. Sigurisht që pjesa më e madhe e personave në këto grupe ishin persona që kishin shtëpitë e familjet e tyre dhe që mundoheshin të kishin jetën e tyre, por nga ana tjetër përpiqeshin që gjithashtu të mbronin veten dhe familjen. Në këtë rast, prokuroria pretendon se të akuzuarit kanë pasur kontroll efektiv mbi UÇK-n, kurse mbrojtja pretendon të kundërtën, se komandantët e zonave dhe ata lokal kanë pasur kontrollin e vërtetë të situatës në terren. E kur Clark u pyet për takimet me Thaçin, u shpreh se ai u duk si person me autoritet kur e pa në Rambuje. Megjithatë, deklaroi se Thaçi nuk ishte komandant ushtarak. U takova me zotri Thaçin për herë të dytë përpara se të fillonte fushata e bombardimeve, nëse nuk gaboj. Ai ishte një nga personat atje, ishte personi me autoritet, ishte më I riu, ishte më bindsi. Pra, ishte personi që ishte veshur më mirë, kishte flokët në mënyrë më të përshtatshme. Jetonte në Zvicër, fliste gjermanisht, nuk fliste shumë anglisht aso kohë. Unë ndërkohë nuk flisja shumë gjermanisht, kështu që ishte pak e vështirë që të komunikoni me njëri tjetrin, por ai nuk ishte komandanti ushtarak. Këtë tha se e bazonte biseda me Thaçin, pasi sipas tij ai nuk ishte në gjendje të sugjeronte caqe të forcave serbe që NATO-ja t'i bombardonte. Ndërkohë përgjigja që mora prej tij ishte asgjë. Generali I përmendi edhe bisedat me Slobodan Miloševićin. Në njërën prej tyre, Clark u shpreh se Miloševići I tha se do ta bëjë atë që Serbia e ka bërë në të kaluarën, t'i vrasë të gjithë shqiptarët. Më tha, ne e dim si t'i trajtojmë këta shqiptar, këta vrasës. Kemi bërë këtë gjë më përpara, nuk është hera e parë. E pyeta, si I keni trajtuar, çfarë keni bërë? U përgjigj, I kemi vrarë të gjithë. Ish komandanti suprem I forcave aleate të NATO-s për Evropë përmendi edhe një bisedë me presidentin e asaj kohe të Maqedonisë, Kiro Gligorov, I cili pas masakrës ndaj familjes Jashari në marsin e 98-s e mori në telefon dhe I tha se nga tash shqiptarët në Kosovë do të ngriten në rezistencë të armatosur. Dëshmia e Wesley Clarkut pritet të vazhdojë edhe në ditët e ardhshme.